radhës me ridebate kampionatin kombëtar debatet. Ky është edicioni 9 që organizata Liburnetik zbaton përmes mbështetjes së Agjencisë Kombëtare të Rinisë dhe AMSHC. Dhe gjej rastin t'i falenderoj, po edhe ata që do duan që të bëjnë pjesë e kampionatit, kontribuojnë në një qëllim shumë të rëndësishëm, sikurse është zhvillimi i mendimit kritik. Në këtë takim të sotëm do të kemi në këtë përballje Shkollën Teknike Ekonomike nga Tirana, një duar tërkitje për ta. Dhe përballë tyre Gjimnazi Ismail Qemali nga Tirana, një duar tërkitje për ju. Vlerësimi i këtij sesioni do të bëhet nga Glingjet Malli, pjesë e Këshillit Bashkiak Bashkia Tiranë, Eugena Gjoka, asistent pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale, si dhe Harold Koxha, pjesë e shoqërisë civile, organizata PVN, apo dhe shumë nisma të tjera. Po. Mirë, jemi gati të fillojmë, por pikë së pari do bëjmë edhe përzierjen e qëndrimit që do të mbajmë skuadrat, Arber. Dhe Johani. Dy liderët e skuadrave. E tregojmë nga kamera. Kundër do të jetë Shkolla Teknike Ekonomike, pro do të jetë Ismail Qemali. Në këtë debat i cili ka për temë duhet të bëhet grumbullimi i veçantë i mbetjeve organike i detyrueshëm brenda vitit 2026. Pra, duhet të bëhet grumbullimi i veçantë i mbetjeve organike i detyrueshëm brenda këtij viti. Kundër është Shkolla Teknike Ekonomike, pro është Shkolla Ismail Qemali. 7 minuta kohë përgatitore për dy skuadrat, që do të thotë ju mund të lëvizni. Të gjendeni sa më komod.
gati për të filluar me debatin e parë. Në këtë debat, të 8 anëtarët do të kenë të drejtën e fjalës, 1 minutë maksimalisht për secilin nga ju, që do të thotë mund ta shfrytëzoni në varësi të asaj çfarë do të argumentoni, pa qenë të kushtëzuar nga emocionet. Jemi thjesht në një debat. Secili nga ne ka një argument që e ka përgatitur, kështu që mos u ndjeni fare të emocionuar. Askush nuk është i zgjuar, askush nuk është budallak, kështu që të gjithë jemi njerëz normal apo jo. Mirë, fillon skuadra që mban qëndrimin pro dhe pasohet pastaj nga skuadra që mban qëndrimin kundër. Shkolla Ismail Qemali do të hapi këtë debatin për të vazhduar pastaj me shkollën teknike ekonomike. Suksese. Përshëndetje, unë jam Emiliani, përfaqësuese e klubit të debatit në shkollën Ismail Qemali. Fillimisht ju falenderojmë për mundësinë për të qenë pjesë e Redebate edhe këtë vit edhe një herë. Ne sot qëndrojmë pro grumbullimit të detyrueshëm të mbetjeve brenda 2026. Do ta nisja me një shprehje të Wendell Berry që thotë: "Toka është ajo çfarë na përket ne." Dhe është pikërisht kjo që citon se si është përgjegjësi e të gjithëve ta mbrojmë atë dhe kërkon veprime konkrete dhe të menjëhershme. Pse këto veprime duhet të jenë menjëhershme? Nëse shohim situatën në Shqipëri, është një situatë vërtet shqetësuese. Sot Shqipëria, vendi ynë, derdh në oqeane 8.000 deri në 10.000 tonë mbetje në vit, një vlerë që pritet të shkojë deri 25.000 mbetje nëse ne nuk kemi menaxhim në dur. Dhe ndërkohë, kemi 75% të mbetjeve që përfundojnë në landfille. Ndërkohë që zgjidhja është vetëm një iniciativë larg. Pse duhet të jemi në vendi me ndotjet më të mëdha në mesdhe, kur është kaq e thjeshtë që të vendosim olimpiadet ID, të cilat thjesht mund t'i blejmë, dhe të vendosim kosha riciklues, të cilët përsëri në disa bashki dhe qytete janë prezent. Ky plan duhet kuptojmë që nuk është thjesht një ide, por është një strategji e domosdoshme që duhet të ndërmerret për një zhvillim qëndrueshëm të ardhmes tonë, jo vetëm për vendin, por dhe planetin tonë. Faleminderit. Tunë që deta dhe mirë si u gjeta në arenën në fjallës, a këtu ku ndonjëherë teoria është më rëndësishme, por praktika gjithashtu të një vend të rëndësishëm. Përshëndetje jurit dhe gjithë miqve nga Ismail Qemali, gjithashtu të gjithë ata që pyesin për grumbullimin e detyrueshëm dhe të menjëhershëm të mbetjeve organike. Unë quhem Genis Kolishin dhe mbaj qëndrimin kundër, duke realizuar kështu një koncept mbi mbetjet organike të cilat janë mjete aktive në zhvillimin e mikroorganizmave dhe bakterjeve në jetën tonë të përditshme. Ku 100 milion mbetje në vit janë pothuajse të përdorura në Europë, po përtej këto lidhen me sëmundje gastrointestinale, të cilat për 1 kilogram mbetje mund bëjmë një kalkulim shumë thjesht 100 bakterë për gram material. Është shumë e rëndësishme që rritja me 40 deri në 60% duhet ndërtuar në një mënyrë të tillë që mos kemi ndotje, mos kemi irritime dhe alergji që kohët e fundit në fakt sipas fakteve të Agjencisë Mjedisit Evropian kanë realizuar diçka të tillë. Unë do ta mbyll me një shprehje e cila më ka motivuar shumë në jetën time të përditshme, e cila vjen nga Hipokrati, ku thuhet: në një botë ku zhvillimi dhe diversiteti është i madh, ne nuk duhet të bëjmë dëm. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Leticia Milori, jam përfaqësuese e klubit të debatit Ismail Qemali dhe ky është argumenti im pro kundrit temës. Atëherë, menaxhimi i mbetjeve është një nga sfidat që ne kemi hasur në kohët e sotme dhe mënyra se si veprojmë ka për të ndikuar drejt për drejt në mjedisin ton në të ardhmen. Në bazë të statistikave të Komisionit Evropian, 40% e mbetjeve komunale në Europë janë mbetje organike. Mbetjet organike përfundojnë në landfille të paorganizuara dhe çlirojnë metan, një gaz serë që është 28 herë më i fuqishëm se CO2-shi dhe ka ndikim të menjëhershëm në ngrohtjen globale sipas IPCC-s. Shumë shtete kanë marrë masa, përmendim Italinë, qyteti i Milanos ka mbledhur 100 kg mbetje për banor në vit në bazë të statistikave të Komisionit Evropian dhe Bashkisë së Milanos, duke kthyer këto në biogaz dhe kompost. Prandaj, grumbullimi i veçantë i mbetjeve organike nuk është thjesht një rregull që do të zbatohet menjëherë, por është një hap i ri kundrit një të ardhmeve sa më të sigurt, duke përdorur këto burime, duke kthyer këto burime në burime të dobishme që mund të na ndihmojnë në energji dhe në bujqësi. Përshëndetje Leticia, unë quhem Megi, e vlerësoj ato që thep dhe mendoj që bëjmë dakord për të mos rënë dakord në pikën që vërtet ideja për të bërë grumbullim me detyrim është një ide e mirë, por ka një problem të vogël ose shumë të madh, sepse në momentin që flasim për grumbullim mbetjesh, nuk po flasim më vetëm për qëllime të mira, sepse mjedisi fatkeqësisht nuk ecën përpara me qëllimet e mira që ne kemi, apo thjesht me ide, sepse sipas Institutit Kërkujmor për Ekonomik, si gjerman ashtu dhe austriak, shtetet e zhvilluara që kanë arritur, le të themi, këtë mbledhje me detyrim, janë shtete që kanë si produkt shumë vite zhvillimi dhe investimi mbi logjistik, mbi
mbi transport, por dhe mbi implante kompostimi. Pra jo çdo gjë vjen thjesht nga ajri, e lehtë. Ja po marrin të mirë qenë që gjithë njerëzit ndërgjegjësohen për të ndarë mbeturinat. Por në moment që nuk ke sisteme, vjen makina e plerave dhe hedh të gjitha në një vend. Dhe nuk jemi në vjen në fillimit, por je shumë vend e pas dhe nga çati që pikojnë nuk di këtë rregullosh më para. Pra mendoj që vërtet është një zgjidhje e mirë, por do të jemi shumë skeptimist dhe duhet të jemi real në këtë gjë. Mendoj që në këtë pikë, si dhe vetë parulla e debatit të këtij viti, argumenti im është rreth së vërtetës. Faleminderit. Përshëndetje, jam Ardidar, përsuesi klubit debatit Shkosi Ismail Qemali. Sipas Bankës Botërore, përafërsisht rreth 2 miliard ton mbetje prodhohen çdo vit. Nëse ne nuk do bëjmë diçka për të ndaluar këtë gjë, kjo shifër mund të arrijë deri në 3.4 miliard deri në vitin 2050. Pra, nisa me këto fakte duke i treguar hapjen e domosdoshëm që është pikërisht riciklimi i mbetjeve deri në vitin 2026. Për më tepër, ekspertët e Bashkimit Evropian na tregojnë se 1 ton letër mund të, nëse do t'i ciklojë, mund të ishte e barabartë me mbjelljen e 17 pemëve, si dhe të kursentë gjithashtu dhe 20.000 litra ujë. Alumini në të kundërt, nëse do t'i ciklojë, do të kursente 95% të energjisë së tij, çka na tregon benefitet e implementimit të këtyre politikave. Nëse ne do të shikonim dhe shembujt të ndërmarrë të vite, do të përmendja këtu Gjermaninë apo Suedin për shembull, ku politikat e tilla të ndjekura kanë bërë që rreth 60% e mbetje totale të ricikloheshin. Përshëndetje, unë quhem Helja Bosnjaku, duke respektuar mendimin tuaj, unë kam një qasje tjetër. Në fakt, grumbullimi i mbetjeve brenda vitit 2026 mund të jetë gjëja e dur në teori, por në praktik mund të jetë vendimi i nxituar. Sepse ky sistem i ri kërkon kosha të veçantë për çdo familje, kamiona të specializuara për këto mbetje dhe implante për përpunim. Këto investime kaq të mëdha bien si barr tek taksa paguesit dhe bizneset. Sipas analizave të mbledhura për European Commission 2025, ky sistem i ri kushton për përpunimin e veçantë të këtyre mbetjeve, kushton mesatarisht 80 deri në 125 euro për ton, ndërsa momentalisht këto mbetje kushtojnë 50 euro për ton për të hedhur në landfille. Duke mos përmendur që vetëm një kamion i ri kushton 80.000 euro, pa pagat e personelit, fushatat informuese apo dhe infrastrukturën e duhur. Dhe unë pyetja për grupin tuaj është, e në fund kush do ta paguajë këtë faturë? Populli apo shteti? Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Ana Dede, nxënëse Ismail Qemalit. Do doja të rishifnim statistikat e Instatit që ka Shqipëria nga viti 2022 deri në 2024, ku mbledjet e grumbulluara në 2022 në zonë 820% dhe ndërkohë në 2024 864%, një rritje e te mase për një vend dhe një popull kaq të vogël sa Shqipëria. 864% në 2024 i bie që mbetjet për një banor në Shqipëri janë 864 kg. Gjithashtu në 2024 rezulton që vetëm 18.8% të mbetjeve kanë qenë të ricikluara, por Shqipëria nuk ka nevojë të vazhdojë në këtë rrugë në landfille. 57% të këtyre mbetjeve ne mundemi të riciklojmë dhe 8.9 deri në 10% të këtyre mbetjeve janë mbetje plastike dhe letra që të ndihmonin shumë në infrastrukturën shqiptare. Gjithashtu, nëse ne japim rëndësi investimit në infrastrukturën shqiptare të mbetjeve, ne gjithashtu rritim kushtet e jetesës dhe hapim vendet e punës. Dhe siç e dim, Zvicra dhe Gjermania kanë një burim shumë të madh pune. Përshëndetje, unë jam Dejan Torresi, jam nxënës i shkollës teknike ekonomike dhe kam një qasje tjetër ndaj mendimit tuaj. Do doja të fokusoheshim pak më shumë tek pyetja, e cila është brenda vitit 2026, po ngjoj shumë 2050 për fitet më pashme dhe kështu, dhe doja të fokusohem shumë brenda vitit 2026. Atëherë, në Shqipëri kemi një mungesë të theksuar infrastrukture kompostimi, e cila kjo që pengon shumë kaosin që po mbron. Bëja detyrueshme e kësaj që kërkon kohën e saj dhe jo brenda këtij viti, është një kohë ekstrem shumë e shkurtër për të ngarkuar këtë shtet me këto lloj gjëje. Do të fokusohesh pak te sektori i turizmit, e cili është përbën 1/4 e ekonomisë së Shqipërisë, e cila do ketë ngarkesë më të madhe gjatë sezonit turistik me këtë temp që ju po mbroni. Duke qenë se sektori i turizmit është sektori kryesor i ekonomisë, ai do të përballet me një fluks shumë të madh gjatë sezonit veror. Dhe nuk është as pak e drejtë që ne ta ngarkojmë me këtë peshë të madhe që të ndajnë mbetjet organike nga mbetjet e tjera. Temën që po mbron. Kemi përveç kësaj kemi një kosto shumë të lartë investimi që duhet të bërë brenda këtij viti, gjë që është e pamundur me këtë kohë të shkurtër. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Gerdi Lulja, unë jam pro temës, atëherë duhet të them që grumbullimi i mbetjeve organike do të ulin dotjen e mjedisit dhe gjithashtu do të rrisë pjellërinë e tokës. Sipas World Bank, përafërsisht 44% e mbetjeve komunale çdo vit në botë
janë mbetje organike. Kjo tregon se këto mbetje organike me impjantet e duara mund të shndrohen nga një dëm për mjedisin në një përfitim për të. Gjithashtu, sipas United Nations Environmental Community, hidhen 931 milion ton mbetje organike çdo vit, ku këto mbetje përbëjnë 8% deri në 10% e ndotjes atmosferike si pasojë e emitimit të gazit të metanit. Pra, me grumbullimit e mbetjeve organike dhe përpunimit të tyre, ne mund të ulim ndotjen në mjedis, të rrisim pjellërinë e tokave me anë të plerëve natyral si komposti, dhe kjo që do të sjellë ndjeshëm një rritje të ndjeshme në prodhimet e sektorit të bujqësisë. Jo vetëm këto, por ne, me fal grumbullimit të mbetjeve organike, mund të prodhojmë edhe energji të përdorshme. Përshëndetje, unë quhem Anais Fortuzi dhe sot mbaj qëndrimin kundër me Shkollën Teknike Ekonomike Tiranë. Sot dëgjova shumë aspektet përmendura nga shkolla e kundërt, mirë po unë sot doja ta shihja në një aspekt të ndryshëm, i cili është ligji, diçka precize si ligji, i cili me ligjin 10.417 të vitit 2011 ja vesh gjithë përgjegjësinë për menaxhimin dhe mbledhjen e këtyre mbetjeve shtetit apo qeverisë. Dhe ky ligj është bërë në 2011, pra para 15 vitesh, dhe shohim që ende nuk është bërë një ndryshim. Pra sa prisni ju, nëse nuk prisni nga vetë shteti, sa mund të prisni nga antarët e atij shteti. Gjithashtu nuk mund të lë pa përmendur ligjin 59 i cili i vesh qytetarët me të drejtën për pjesëmarrje të drejtë dhe të barabartë në çdo veprimtari sociale dhe ekonomike të këtij vendi, duke pritur që secili nga nesh të blej një kosh, duke qenë se ligji nuk do ta bëj apo shteti nuk do ta bëj, duke pritur që secili prej nesh të blej një kosh, të ketë shpenzime të veta dhe të rritet çdo familje, kjo është e padrejtë. Përshëndetje, unë jam Megi Shkëmbi, nxënëse e gjimnazit Ismail Qemali. Grumbullimi i mbetjeve është një zgjidhje shumë e mirë dhe efikase, pasi ne dim nga të dhëna ndërkombëtare që mbetjet e Ballkanit arrin nga 10 deri në 3 milion ton dhe në vitin 2050 pritet që të shkojnë nga 13 deri në 15 milion ton. Vetëm 33% e këtyre mbetjeve në botë menaxhohen në mënyrën e duhur, ndërsa 23% e tyre nuk preken fare. Nëse mbetjet nuk grumbullohen, ato do të hidhen në landfille ose do të digjen. Ndjegja e tyre do të sjellë çlirimin e dioksidit të karbonit në atmosferë dhe përjedhoj kjo do të sjellë ndryshimet klimatike. Mos grumbullimi i mbetjeve mund të sjellë hedhjen e këtyre mbetjeve në natyrë. Kjo sjell ndotjen e ujit, ajrit dhe natyrës dhe përjedhoj ndotja do të sjellë krijimin e baktereve dhe sëmundjeve. Investimi gjithashtu do të ketë benefite ekonomike. Grumbullimi i mbetjeve nuk është vetëm një zgjidhje, por është një domosdoshmëri për shëndetin dhe zhvillimin shoqëror. Përshëndetje, jam Emanuel Doda, e vi nga Shkolla Teknike Ekonomike. Falenderoj grupin kundërshtar për gjitha statistikat që na sollën, por unë do fokusohem pak më shumë te realiteti i kësaj gjëje. Unë mendoj që nuk duhet bëhet brenda vitit 2026 me një argument shumë të thjeshtë dhe disa ndodhive që kanë ndodhur kohët e fundit që do e vërtetojnë vetë. Koha ka treguar se reformat e ndërmarra në një kohë të shkurtër kanë tendencë mos funksionimi. Duke marrë shembull qeset plastike. Shteti vendosi që t'i ndalonte qeset plastike për të mirën e përbashkët, mjedisin, ndotjen e disa faktorë të tjerë, por shumë shpejt bizneset vazhduan t'i përdornin prapë se ishin të informuar mbi alternativat e tjera, ose shërbimet publike në Albania që kanë krijuar një kaos shumë të madh. Prandaj unë mendoj që në vend që këtë reformë ta fusim si nazistët atë blitzkrigun në luftën e dytë botërore, mbase duhet të investojmë fillimisht në një edukim dhe ndërgjegjësim të gjeneratave me radhë, që ky veprim të futet në praktike, jo të ngelet thjesht një mendim. Faleminderit. Atëherë përshëndetje të gjithëve, unë jam Della Bani dhe në mbrojtje të tezës së grupit tim dua ta filloj argumentin duke pohuar diçka që tha kundërshtarja, më saktë Anaisi. Është e vërtetë që ligji është në 2011 dhe ka pasur për synim reduktimin me 65% të mbetjeve organike, por dhe kjo gjë nuk është arritur akoma. Më saktë doja të thoya që ligji është 10.463, jo diçka me 17 siç e thatë ju, dhe me VKM 608 të vitit 2014. Është e vërtetë pra që ligji është bërë, por
dhe nuk është futur në funksionim akoma. Por kjo gjë është një arsye më e fortë që ne të vazhdojmë dhe të bëjmë përpara në këtë gjë. Dua të vazhdoj me një thënie të Rooseveltit, kufiri vetëm i atyre që mund të realizojmë nesër janë ndryshimet që kemi sot. Në menaxhimin e mbetjeve pyetja që duhet bëjmë nuk është nëse a duhet bërë menaxhimi i mbetjeve. Pyetja është a kemi guximin ta bëjmë ato tani. Shumë thonë që Shqipëria nuk ka fonde, por kjo nuk Atëherë përshëndetje, quhem Joel Tola. Ne si njerëz jemi të vetme krijesa në zinxhirin ushqimor që mbahemi si racional dhe empatik. Mund të themi se në qoftë se dy persona shkojnë në një spital në një emergjencë të spitalit, njëri ka gishtin e qartë, tjetri ka arrest kardiak. Naturalisht dhe racionalisht, në ndihmën më të madhe do ta marrë ai që ka arrestin kardiak. Mbrojtja mjedisore e Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka dalë një studim hipotetik në 2024 për rritje me vetëm 8% të emetimeve në atmosferë deri në 2050. 500 milion dollar në vit do të bëni ndryshim me ngadalësim 3%. Gjithashtu, sipas OKB-s, ka rreth 4.8 milion mortalitete tek fëmijët në vit. Fokusi jon kryesor, si racional, siç ishte me spitalin, duhet të jetë tek një problem më eficient dhe më kryesor, siç është vdekja e fëmijëve të pafajshëm. A mendoni ju se fëmijët e pafajshëm kanë më pak rëndësi se sa një studim ose një problem hipotetik që mund mos ketë asnjë person për ta jetuar? Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Andre, përfaqësuesi i klubit debatit Gjimnazisë Smajl Qemali. Si folës i fundit të grupit tim, dua të theksoj se grumbëllimi i mbetjeve të veçanta organike është një ide shumë e mirë. Kjo ide është një ide që lidhet drejt për drejt me objektivat tona për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Si një vend aspirant për BE që jemi, kjo do të ishte një reformë shumë e mirë për grumbullimin për grup kapitullin e mjedisit. Dua të vazhdoj duke përgjigjer disa nga pyetjeve dhe pikat që ngritët ju. Folësi i parë juaj përmendi që në tokë kemi 100 milion mbetje në vit, 100 baktere për gram. Ne jemi shumë dakord me këtë pjesë, prandaj duhet ta bëjmë këtë grumbullimin e veçantë të mbetjeve. Ju ngritet një pyetje tjetër, se kush do ta bëj këtë? Shteti apo njerëzit? Një shtet bëhet nga taksat, dhe taksat për mjedisin jepen. Duke qenë që këto taksa jeten, atëherë shteti do ta ketë shumë më kollaj për ta bërë këtë reformë sa më të mirë për ne. Një gjë tjetër që doja të përmendja është që duke qenë që ju përmendët nazistët ndosnin tokën me gjak, ndërsa ne duam ta bëjmë me lule. Ne jemi pro një Shqipërie të gjelbër, ne jemi pro një vendi që të jetë një vend sa më i mirë dhe sa më pak ndotje. Faleminderit. Atëherë përshëndetje të gjithëve, unë jam Arbri, përfitojmë nga rasti për të përshëndetur jurinë e mrekullueshme dhe kundërshtarët tanë ambicioz, pavarësisht se dihet kush është fituesi. Atëherë faktikisht që të jemi të sinqertë në këtë temë, duhet të tregojmë më realist, pasi deri më sot nuk ka ndodhur që të arrijmë gjërësisht si popull. Historia ka dëshmuar her pas here që ne bëjmë përpjekje të mëdha dhe nuk ndalemi kurrë. Një shprehje thotë, për të arritur gjëra të mëdha duhet të bëjmë sakrifica të mëdha. Por, kush është gati të bëjë këtë sakrifica për jush? A jeni ju gati? Se besoj. Fakti thonë që vendimet të tilla kërkojnë eksperimente të shumta. A do pranoni ju të bëjnë këto eksperimente mbi ju dhe familjen tuaj? Për sa i përket argumenteve dhe shembullve që ju thanë që toka është ajo që na përket ne, 75% e mbetjeve përfundojnë në landfille, përmendet gazet e tjerë. Unë thjesht dua të them që duke bërë këto nisma që ju përmendni, ne do krijojmë akoma më shumë mbetje për mjedisin. A nuk keni ju ata që do të mbrojnë mjedisin? Ju thatë që duhet i kthejmë burimet në më të dobishme. E përsëris prap. Kush do të bëjë këto investime? Unë vetë nuk ndonjë një bilioner që t'i kërkoj ca lekë ta bëj këtë nismë. Një shkencëtar amerikan, Neil deGrasse Tyson, ka thënë që nga deti mund nxjerrim Faleminderit dy skuadrave për gëzime për atë çfarë sot. Ishte këndshëm, ndryshe nga debatet e tjera. Tani kanë mbaruar, kështu që mund ta themi këtë. Të paktën personalisht jam deri më mirë në këtë debat të tretë. Do të vazhdojmë me debatin e dytë. Në këtë përballje do të kemi Joani dhe Arbrin për një temë e cila do të përgjigjet nga Juria. Haroldi. Okej. Jo. Përdorimi i telefonave dëgjojmë temën? Po patjetër. Okej. Kjo është një temë që na takon të gjithëve dhe më së shumti juve, sepse është një temë që është edhe trajtuar në edicionet e kaluara. Përdorimi i telefonave celular nga fëmijët e moshës 15 deri në 17 vjeç është i justifikuar.
do t'ju këshilloj që ta shkruanit, po e përsëris edhe një herë. Përdorimi i telefonave celular nga fëmijët e moshës 15 deri në 17 vjeç është i justifikuar. Po prit se nuk e kemi ndar akoma. Sa të paduruar jeni më. A keni ndonjë punë tjetër, aktivitet tjetër mbas këtij? Okej. Ka kohë. Mirë, bëjmë tani përzgjedhjen e qendrimit. Kush zgjodhi përpara? Okej, Joani. Pro? Kundër. Arbri, 7 minuta kohë përgatitore. E keni të qartë temën, doni ta përsëris? Okej. Gjithsesi është këtu, nëse doni ta lexoni.
Jemi gati. Do ndjekim tani debatin midis Arbrit dhe Johanit. Për sa i takon temës përdorimi i telefonave celular nga fëmijët e moshës 15 deri 17 vjeç është i justifikuar. Pro është Johani, kundër është Arbri. Suksese nga 2 minuta, 4 ndërhyrje në total. 1, 2, 3. Përshëndetje. Përshëndetje edhe një herë. Kjo temë që na ra vërtet më pëlqeu sepse fliste për ato që ne jetojmë çdo ditë. Përdorimi i telefonave është shumë i rëndësishëm për ne. Ne kemi çdo mënyrë komunikimi me anë telefonit në çdo moment. Ne jetesa jon pa telefon është e pakonceptueshme në vitin ku jemi sepse çdo punë, çdo mundësi komunikimi, çdo njoftim ne marrim nëpërmjet telefonit. Sot nuk funksionojnë më as njoftimet siç mund të vinin më përpara, nuk ka as më tellall që shkon në çdo lagje dhe të cilët vërtet duke thënë njoftimet, çdo gjë e kemi mes telefonit. Telefoni është miku ynë më i mirë sot për sot, që ai që ne kemi çdo gjë që do na duhet për të punuar dhe për të vazhduar përpara. Dua të marr një shembull, duke qenë që ne të gjithë tu jemi në gjimnaz dhe të gjithë kemi një kontakt me prind të vazhdueshëm. Për shembull, unë sa herë dal nga shkolla, gjëja e parë që bëj është telefonoj ti me në telefon. Telefoni nuk është më vetëm që të përdoret për çep, por është edhe si kontroll. Është mjet kontrolli nga prindrit për fëmijët. Si ka shumë fëmijë sot që janë edhe mosha më të vogla, të cilët e përdorin telefonin dhe e kanë të domosdoshëm për të folur me prindërit e tyre se ku janë, edhe prind për t'i kontrolluar, sepse janë punë. Nuk mund të ketë çdo fëmijë i dado me veten nga mbrapa për mos folur. Nëse në shkollë për shembull një ditë do ndodhte që do kemi një vonesë orës ose një shkurtim orësh, edhe prindit nuk ishin nga ta merrnin vesh këtë dhe do shqetësoheshin për ne. Duke vazhduar prapë te sistemi arsimor. Sot çdo gjë që ne bëjmë, unë personalisht jam pjesë e qeverisë nxënësve të gjimnazit Ismail Qemali dhe çdo njoftim që vjen te grupi i qeverisë nxënësve vjen me anë telefonit. Kur duhet përgatisim një projekt, kur duhet kemi gati një punë për ditën e nesërme, kur ditën e nesërme kemi aktivitet, çdo gjë. Ne edhe këtu, në grupin tim 6 nxënës nga ne janë brenda moshës 15 dhe 16 vjeçare. Dhe të gjithë këtu e plotësuan edhe numrin e telefonit dhe adresën e emailit. Dhe kjo është diçka që atyre i nevojitet. Edhe ridebati nuk do bëj, do nëse kjo grup mosh nuk do ta kishte numrin, nuk do kishte përdorimin e telefonave. Një gjë tjetër që dua të përmend është që përgjithsisht Atëherë përshëndetje të gjithëve përsëri. Më duket pak klishe, por do të them dhe unë sinqerisht më pëlqeu shumë zgjedhja e temës nga Juria, ishte fati pa parë. Atëherë realisht vitet kryesore të jetës së një personi janë vitet e fundit të adoleshencës, pra mosha 15-17 vjeç. Faktikisht përdorimi i një hiperaktivizues siç është telefoni, djeg aftësinë e fokusimit dhe perceptimit duke sjellë gjenerata të reja që nuk janë të aftë për të racionalizuar. Gjë që rrit dhe impulsivitetin. Po ashtu, ul dhe mundësinë e një zhvillimi normal të inteligjencës, gjë që do afektoj këtë person gjatë gjithë jetës së tij deri në momentin e ndarjes nga jeta. Domosdoshmërisht kjo është e dëmshme për rinin dhe rinia është e ardhmja. Shkurtimisht, telefoni shkatron mendjen dhe mendja shkatron shoqërinë. A nuk jeni ju ata që thatë çfarë të tema tjetër që duhet ta mbrojmë shoqërinë, të mbrojmë natyrën, mbrojmë veten, familjen etj. Do t'ju jap disa shembuj. Shembullin e parë marrim nga Mark Zuckerberg dhe çështja e cila u bë publike në media para disa vitesh dhe ishte gjitha kishte bënte me problemet e të rinjve që frekuentonin Facebookun dhe sulmiva që ata kishin hasur her pas here, ku dhe gjithë senatorët amerikanë thonë jo, kjo është shumë e dëmshme, kjo është shumë gjë skandaloze dhe mendojeni pak, ata që kanë gjithë këtë eksperiencë, ata që kanë gjithë këtë pushtet mbi veten e tyre, a nuk dinë ata pak më shumë se ç'mund dim neve, unë dhe ti bashkë? Më tej, përveç kësaj mund të përmendim dhe shembullin e Martin Canit dhe shumë 15 vjeçarëve të tjerë, të cilët janë dëmtuar pa mas nga përdorimi i telefonave dhe nuk dua t'i përmend pas janë shembuj jo shumë të hijshëm, por i kemi parë edhe në televizor çfarë ndodh dhe çfarë nuk ndodh. Kështu që shkurtimisht dua t'ju them që a të donit ju që motra ose vllai juaj të dëmtoheshin, të sulmoheshin, të deformoheshin si karakter dhe në fund të përfundonin të prapambetur nga ky përdorimi i telefonit? Ju përmendet që përdorimi i telefonit ul zhvillimin tek të rinjt. Përkundrazi, me zhvillimin e teknologjisë kemi gjithmonë më shumë të rinj që janë më të zhvilluar më shpejt, të rinj që janë më shumë gati për të bërë dhe për të qenë pjesë e kohës ku po jetojnë, për të qenë pjesë e inovacionit të çdo gjë. Në telefonat dhe në smartphone-at tonë ne kemi shumë aplikacione të cilat kanë programe të cilat janë për zhvillimin e inteligjencës të fëmijët. Aty nuk ke vetëm programe si TikToku, Facebooku, Instagrami, por ke edhe programe të tjera, të cilat ndihmojnë në zhvillimin e të rinjve. Ju përmend disa raste të cilat unë
kam përgjigjen për këtë. Si rasti Martin Samit apo rastet e tjera. Vërtet ndodhin këto, po këto ndodhin sepse nuk ka një kontroll tek prindrit, nga shkolla tek telefonat e trive dhe nuk ka një filtr që i përcakton. Ne nuk duhet largojmë telefonat dhe të kthehemi si shumë vite përpara, të kthehemi si vitet 2000, por ne duhet vazhdojmë me këtë ritëm teknologjik, duhet vazhdojmë me këtë hap teknologjik dhe duhet vëmë disa filtra që kjo grup mosh nga 15 deri 17 vjeç ti përdori disa filtra të cilat në aplikacionet e tilla që ju përmendët, si përmendët edhe kryetarin e Metës që pronarin e Facebookut dhe të Instagramit Mark Zuckerbergun, aty duhet vendosen disa filtra, sepse në fillim gjithë e kemi moshën. Aty duhet vendosësh një filtr që ato që shikon fëmia aty duhet ta shikojë edhe prindrit i tij për ta kontrolluar. Duhet vendosësh filtrin tjetër që mos ketë video me përmbajtje që kanë skena dhune, skena seksuale për këtë grup mosh dhe të gjithë përmbajtjet e tjera që duhet janë sa më edukative, duke e kthyer telefonin në një mjet edukativ, kjo do jetë shumë e mirë dhe për zhvillimin e fëmijëve dhe do rrisi aftësinë e tyre. Gjithashtu, në këto aplikacione që ju përmendët, një përqindje shumë e madhe rritet me socializimin. Sot në kohën ku po jetojmë, ka gjithmonë më shumë shoqëri që krijohen nëpërmjet telefonit dhe këto shoqëri janë vërtet forta sepse na gjatë gjithë kohës, duke qenë që dita jonë është telefon, ne vetëm vazhdojmë dhe aty e kemi të gjithë arenën tonë të komunikimit me njëri tjetrin. Faleminderit. Të falenderoj për argumentin, por thjesht dua të fokusojmë pak te argumentet që the edhe çfarë. Atëherë ti the që telefonat i përdorin për na ardhur, na vijnë shumë njoftime, por jo çdo njoftim është një njoftim pozitiv. Mund të vinë njoftime negative. Përveç kësaj, ju thatë që do t'i përdorim janë si mjet kontrolli telefonat, pra kemi shumë, pra ne nuk kemi të shqetësuar ku është fëmia jon, por thjesht dua t'ju them, nëse ne krahasojmë një fëmijë i cili kontrollohet nëpërmjet telefonit, ose ndryshe me një fëmijë që për shemb mund të shkojë një prind ose një gjysh, nuk ka rëndësi ku shkon, edhe e shikon e merr prezant, a nuk mendoni që do jetë një njeri më social, një njeri më i prekshëm, një njeri më i afërt, më i dashur, ky që e ka marrë nëna? Po ashtu, pra thjesht shkurtimisht ju po shihni vetëm anët pozitive, po anët negative, apo nuk ka problem si po i vëmë fëmijët e tjera. Dhe ju tha që do vendosin filtra, kontroll etj etj. Kush do t'i bëj këto filtrat e kontrollit pra? Mark Zuckerbergu i thanë që do të bësh akoma s'ka bërë gjë. Sa ditë të presim kur të vjerë ky kontroll. Po ashtu jam totalisht kundër gjithë opinionit tënd, pasi studimet të pafunda tregojnë që përdorimi i tyre i telefonave, celularëve, do të jap një shembull shumë të thjeshtë, ndryshe ChatGPT, tregon se fëmijët kanë humbur inteligjencën, fokusin, mentalitetin e tyre dhe janë bërë shumë më impulsiv dhe nuk përqendrohen dot fare, nuk janë të fokusuar, i bëjnë të paduruar etj. Dhe pse ndodh kjo? Pasi ata i thonë, i shkruajnë te ChatGPT-s, më bëj një ese për nesër. Pse mos tulet vetë ky fëmijë të zhvillojë anën mendore dhe ta shkruajë vetë sen? Kjo nuk është as pak e hijshme. Prindrit tanë janë rritur pa telefona dhe kanë qenë një brez, nuk e di domethënë një brez që të mbahen mend, aq të zhvilluar dhe aq të sjellshëm, aq mirë, që kanë edukuar dhe na kanë bërë dhe neve. Kështu që shkurtimisht dua të them, ju po shihni vetëm anët pozitive. Kërkoj që e jani edhe në krahun tim. Shihni edhe anët negative. Si të bëjmë gjithë ndryshime, gjithë fjalë të bukura. Në ëndra mund kemi shumë, po shumë vështirë për të përmbushur kur nuk kemi mundësitë. Faleminderit. E nisit argumentin tuaj duke thënë që do ishte shumë mirë që gjyshja ose prindrit shkonin të merrnin fëmijët në shkolla, po tema që ne morëm ishte përdorimi i telefonave nga mosha 15 deri në moshën 17 vjeçare. Nuk besoj që një 15 vjeçar, një 17 vjeçar, një 16 vjeçar shkoj ta marrë sot gjyshja te shkolla apo mami apo babi, sepse janë rritur dhe janë maturuar për të marrë disa vendime për veten dhe për të qenë të kujdesshëm në qytetin ku jetojnë. Dhe ju bët një pyetje tjetër që kush do t'i bëj këto filtra. Këto filtra janë shumë thjesht për të bërë. Unë këtu nuk jam përfaqësues si Mark Zuckerbergu që t'ju jap një përgjigje të saktë se si mund të bëhen këto, po këto filtra janë që në përdorimin në momentin e parë që ne instalojmë një Facebook apo Instagram të bëhen pyetje për moshën dhe të gjitha këto. Edhe TikToku sot është hapur prapë në Shqipëri, është hapur sepse ato filtra u vendosen dhe nuk del më ajo përmbajtje në TikTok. Gjatë gjithë kohës ju përmendi disa studime, po të cilat nuk i citoni ato dhe përmendi një disnivel brezash. Dua t'ju them që gjithë ne këtu jemi të rinj dhe nëse duhet të mbështesim diçka, duhet të mbështesim veten tonë, duhet të mbështesim të rit dhe duhet të mbështesim që të rit jenë forca dhe zhvillimi motori kryesor për një shoqëri. Gjithashtu, nga mosha 15 deri 17 vjeçare, mbaj mend se un kam qenë te disa vite të tjera këtu që ne bënim që ja duhet kemi drejt vote në moshën 16 vjeçare dhe ta ulim, domethënë, dhe jo më mos kemi telefon. Në Amerikë për shembull, patenta merret që në moshën 16 vjeçare, të marrësh patentën dhe mos kesh telefonin është shumë paradoksal, me thënë drejtën. Dhe kjo ishte një pjesë tjetër që un doja citoja, po duhet vazhdoj edhe me një fakt tjetër,
që në shumë vende evropiane dhe vende të tjera ka të rinj të cilët me anë të telefonit punojnë dhe nxjerrin përfitime shumë të mira për veten e tyre dhe për familjet e tyre dhe në Shqipëri. Ka shumë të rinj që me anë të platformave sociale dhe me anë të punëve që mund të bëjnë në telefon ato përfitojnë, mund të jenë influencer dhe shumë profesione të tjera. Faleminderit. Atëherë të falenderoj përsëri për argumentin, thjesht do të ndalem pak ato që përmende. Një shprehje e bukur thotë që po bëjmë ç'është bëjmë të tjerët, dhe ne në të njëjtin vend do të përfundojmë. Pra, nëse ne duam të bëjmë ndryshe nga të tjerët, mos përfundojmë si Martin Cani e shumë të tjerë, ne do të jemi pak ndryshe nga ata, do të devijojmë një rrugë tjetër, një rrugë më të sigurt, një rrugë më të mirë për ecurinë tonë. Po ashtu përmend makinat në Amerikë dhe adoleshentët që thjesht kanë të drejtë të marrin patentë dhe shumë të tjera, por thjesht dua t'ju them që këto makinat në Amerikë shkaktojnë pafund aksidente çdo ditë dhe pjesa më e madhe e aksidenteve vijnë nga këta të rinj. Pse? Sepse ata nuk kanë eksperiencë, sepse ata nuk kanë kontroll, sepse ata nuk kanë se kush t'i edukoj. Një pyetje për ju, e keni si ulje që të kaloni kohë me gjyshit, prindit e tjerë dhe para shokëve? Nuk personalisht më duket një gjë shumë normale, pasi familja është ajo që të bën. Përveç kësaj, mund të përdorim si shembull, ju thatë që keni nevojë të kryeni një telefonat me prindrit për praninë e tyre, edhe ju vetë pranoni që është shumë e nevojshme. Si mund thoni që mos vjerë prindit e shkolla, pse është bë 15 vjeç, është bë 16 vjeç. Shokët, një shok i mirë, një shok i vërtet, thotë që ai prindi jot të don shumë, do ta respektosh dhe do ta pranosh kudo që të vjerë. Përveç kësaj, një sugjerim kam për ju që vuar re të thoni vazhdimisht duhet bër, do bëhet, e kështu me radhë, do vjerë ndryshime, do vjerë ai. Thjesht dua t'ju them që të bëni pak më realist. Pra, ne mund të duam të bëjmë shumë dëshira dhe shumë rënda realitet, por nuk i kemi mundësitë. Pikërisht nga që nuk i kemi mundësitë, ne do t'ulim kokën edhe të themi që këtu jemi gabim, do të marrim një hap mbrapa edhe të kuptojmë me të vërtetë situata në të vërtetë. Faleminderit. Dua të vazhdoj aty ku e lash që në këto vendet e tjera evropiane ka shumë të rinj që përdorin këtë dhe kanë si mjet për të zhvilluar dhe për të punuar. Po duke qenë që përmendet që në Amerikë ndodhen shumë raste me këto, nëse kjo do ishte një reformë e keqe, një shtet si Amerika nuk do ta ndalonte këtë reformë, nuk do ta rriste moshën e patentës. Nuk besoj që ne jemi në atë gjendje sot që ne të korrigjojmë Amerikën dhe Amerika të vitet ne dhe Amerika të bëhet shteti i dytë i Shqipërisë dhe jo ne për shembull shteti 52 i Amerikës. Dua dhe të vazhdoj për një gjë tjetër që përmendet për prindrit. Që jo, nuk vjen fare zorë që të jenë as prindrit as gjyshi as nëna, po s'është se ato kanë kohën e botës, sepse për shembull të dy prindërit mi punojnë. Edhe në këtë moshë jam unë që më kanë rënë edhe flokët tani, më ka dalë edhe mjekra, nuk besoj që është gjëja më e mirë që mami dhe babi të vinë të marrin nga shkolla kur unë e di shumë mirë rrugën për shtëpi dhe me një telefonat mund ta mbaroj shumë më mirë këtë punë. Dua të vazhdojmë atë që ne kemi kryesore. Ne kryesore kemi zhvillimin e të rive. Ne kryesore kemi që rinia të jetë fokusi. Rinia të jetë motori i shoqërisë përmendë dhe përpara dhe nuk do vazhdoj të ndalur duke e përmendur. Rinia është thelbësore, vetëm në anë të gjithë reformave, të gjithë përpjekjeve për zhvillim ne do ja dalim. Nuk mund të shkojmë hapa mbrapa, nuk mund të kthehemi në kohë, nëse ju mendoni që një mesjet kanë jetuar më mirë se sot, unë besoj se kemi gabim, sepse në çdo kohë vjen vetëm zhvillimi, vjen vetëm duke u përmirësuar dhe duke bërë një botë më të mirë, një botë më të qetë, një botë më normale për gjithë ne. Dhe shumë mirë që i kemi këto zhvillime teknologjike, ne duhet i përqafojmë sa më mirë këto zhvillime teknologjike. Në botë një ndër kryesore që është për zhvillimin teknologjik është Mira Murati dhe Mira Murati nëse do ta kishte pasur atë telefonin atë periudhë dhe nuk do përdorte në këtë, unë besoj që ne sot nuk do ta kishim ja, nuk do e kishim inteligjencën artificiale e cila do vazhdonte që vetëm të zhvillohej sa më shumë dhe një botë duhet të jetë sa më e zhvilluar ku të rit janë thelbi dhe të rit janë forca dhe të rit janë e gjithë brumi i shoqërisë. Faleminderit. Të falenderoj shumë masë për argumentin dhe para se të vazhdoj me pikat e mia, thjesht do të them një shprehje shumë të bukur që thotë të veçantat nuk e hedhin poshtë rregullin. Pra raste specifike ne mund të kemi pafund, mund të themi gjëra shumë të bukura, po ama në të vërtetë ai numri i madh dhe statistika e madhe gjithmonë do mundi të voglën. Po ashtu përmendet Amerikën. A me të vërtet mendoni se Amerika me që po e quajmë siç thoni ju është më i rëndësishmi, më i forti, më i madh, më i giganti nga të gjithë, ka gjithmonë të drejtë? Unë personalisht mendoj që ndonjëherë do ta dëgjojmë atë të voglin. Ndoshta ka dhajë të drejtë, edhe thjesht ndoshta nuk ka gjetur mënyrën e duhur që ta shprehë, ose ndoshta deri më sot e kanë bllokuar, nuk e kanë lënë të shprehet nga që është më i vogli, nga që është më i pak i parëndësishëm.
Po ashtu jam shumë dakord që thua kur je i madh dhe shumë të tjerë kështu si moshatarët tan janë të gjithë. Por unë personalisht mendoj se kur prindit të ka edukuar mirë gjatë gjithë jetës, nuk ke nevojë fare për kontroll, nuk ke fare nevojë për filtra, edhe nuk ka nevojë për telefon domosdoshmërisht, pasi ai e di që fëmijën që ka edukuar dhe ai do të bëj atë që i ka thënë prindi dhe do jetë gjithmonë i sigurt dhe do jetë gjatë gjithë kohës i saktë. Do të përmend disa shembuj si që kanë ndodhur para disa vitesh, si Balena Blu, Jonathan Galindo etj që ishin lojra për të gënjur të rinj që ishin në telefon dhe për t'i bërë që të mendonin se gjithmonë zgjidhja është jashtë, nuk është e vetja, nuk është kontrolli vetes tënde. Pra, skandalet të rrjeteve sociale që kanë sjellë pasoja tragjike të pafundme. Ju përmendet edhe si rast Mira Muratin, e cila punon për ChatGPT-n. Por thjesht dua t'ju them që Mira Murati besoj e ka edukuar shumë mirë familja që në fëmijëri, edhe përveç kësaj, ato i kanë dhënë një farë besimi, një farë niveli, një farë kontrolli, që nuk ka nevojë që të marrë telefonin mamin thotë mami jam tu, mami jam me ty, pasi prindjet e dinë se ku është. Përveç kësaj, unë personalisht përdor rrjetet sociale që për moshës 10 vjeç, edhe deri nga atëherë që deri tani nuk besoj se ka pasur një ndryshim të madh. Realisht kjo është realiteti. Përveç kësaj Mira nuk është 17 vjeç, Mira është nuk e di sa është Mira tani. Nëse këto janë tema të tjera, unë thjesht dua të them që të ngel ato përsërit prap. Po për të arritur gjëra të mëdha, do të bëjmë sakrifica të mëdha dhe ndoshta më duket si sakrifica i telefonit tani, por është një zhvillim për të ardhmen. Mirë, faleminderit të dy liderave të skuadrës, na keni kënaqur. Realisht kemi qenë të përqendruar më së shumti në këtë debat që kishte padyshim argumenta, kishte kundërpërgjigje dhe mbi të gjitha kishte linjë logjike, kështu që shumë faleminderit. Tani juria do të mblidhet, do të bëj vlerësime dhe pas pak do të mësojmë edhe pikët. Ai plotësojmë pak të listë.
shans. Mirë. Ja ku jemi, do të zbulojmë tani rezultatin. Por para se të thot pikët Juria, do t'japi edhe komentet edhe sugjerimet apo edhe këshillat që mund t'ju vlejnë për debatet në vijim. Nuk e di kush do ta marrë fjalën i parë. Okej, Harold. Faleminderit Niko. Dua të përgëzoj të dyja skuadrat, me vërtet lakmoj në një mënyrë shumë të mirë aftësitë tuaja debatuese, mënyra se si shfaqni argumentet, gjuhën e trupit, si keni punuar për të përgatitur për këtë debat. Të dyja grupet sollën argumente gjithëpërfshirëse, që do thotë kapët shumë aspekte të temave të caktuara. Kam përshtypjen se grupi i parë kishte e përdori në mënyrë më të mirë një pikë të fortë që kishte, që e kontekstualizoi temën e mbetjeve organike, e lidhi më shumë me Shqipërinë, edhe solli më shumë argumente të lidhura me kontekstin shqiptar, dhe në këtë mënyrë e bëri në një formë më të mirë sjelljen e argumenteve dhe thjesht ishte ndoshta më bindse për një audiencë shqiptare që mendohet ndjeki këtë debat. Ndërsa shkolla Ismail Qemali kishte më shumë studime apo argumente që lidheshin me kontinentin apo pak më gjëra, pavarësisht se nuk munguan edhe argumentet që lidheshin me Shqipërinë. Një kritik të vogël, ndoshta për shkollën teknike ekonomike, një argument që më vrau pak veshin ishte lidhja me nazistët, dhe si një mënyrë krahasimi, dua të them që në debate të tilla, për të përdorur fjalë të tilla, mbar një përgjegjësi shumë të madhe dhe ndonjëherë do sugjeroja përdorimin e sisteme autoritare apo dhe të shmangeshin terma të tilla që ndoshta mund të jenë goxha me elemente të forta edhe sensitive. Kështu që ndoshta për fazat e tjera do sugjeroja thjesht shkëmbimin e këtyre fjalëve, domethënë dhe të ripërdorin në mënyrë më të mirë. Shumë faleminderit, kaq nga ana ime. Përshëndetje, sigurisht do e nis edhe unë me një përgëzim. Mund të them që mirë se erdhem në debat. Ishte nga debatet i cili na dhuroi goxha emocione. Duhet ta keni parasysh, nuk është e lehtë as për ne si juri që të vendosim disa pikë, megjithëse formati e kërkon diçka të tillë. Jemi në fazë përzgjedhje, siç e theksoi edhe Niku në fillim, kështu që rangimi do jetë sipas pikëzimit, nuk ka humbës ose fitues në debat, dhe kjo është arsyeja pse Ridebate vijon dhe bëhet 9 vite këtë vit, sepse nuk është misioni që të dalë dikush i fituar apo dikush më pak, se nuk du të them as pak humbës. Duhet keni parasysh, misioni i Ridebate është që ju të zhvilloni mendimin kritik dhe elementet e debatuarit korrekt. Do kisha një këshill këtu tek respektimi i njëri tjetrit, duke pasur parasysh që përgjatë të dy debateve, qoftë në debatin në nivel grupi, qoftë në debatin në nivel lideri, pash që sintonia e plotë e grupit ishte në argumenta, ishte e mjaftueshëm e pasur me fakte dhe dëshmi, por pash që mungonte mirëkuptimi ose respekti ndaj njëri tjetrit. Vura re 2-3 element kur kishte thuajse edhe nënqeshje, gjë e cila e pengon vijimin në një debati me rregulla të qarta dhe të pastra. Përkundër kësaj, do doja që t'ju thoja që ishte një nga debatet që na pëlqeu goxha dhe ju uroj shumë suksese në vijim. Mirë, edhe unë dy fjalë shkurt. Debati ishte shumë i mirë. Të dyja ekipet kishin koherencë dhe linjë logjike në përdorimin e strukturuar të argumentave. Kjo tregon që të dyja ekipet janë ekipe solide. Dhe fakti për këtë është përgatitja shumë e mirë e juaja përpara se të vini këtu në debat. Pra nuk është e thënë që t'jemi patjetër debatues të mirë, po nëse përgatitemi edhe kemi mendimin kritik edhe linjën logjike, sigurisht që në debat do performojmë shumë mirë. Kështu që na vjen mirë që pam një debat që ç'është e vërteta u kënaqem duke dëgjuar edhe përgjigjet edhe analizat tuaja që i bënit kundërshtarit, edhe kundër përgjigjet që kishit lidhje direkte edhe me
kundërshtarin tregoi vërtet përgatitje të mirë. Tani të shkojmë te pikët. Për shkollën teknike ekonomike janë grumbulluar 263 pikë, edhe për shkollën Ismail Qemali janë grumbulluar 251 pikë. Suksese. Mirë, rezultati përkthehet edhe në atë çfarë ne pam, pra është një nga debatet që ka dhënë rezultat më të mirë deri në këtë moment, kështu që ju uroj shumë suksese dhe shihemi në fazën tjetër.